Me këtë lajmë në një lidhje të drejt për drejt me Skype kemi juristin dhe analistin politik, zotrin Korab Sejdiu. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në A23. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, duke pas parasysh që është hera parë që po jam mysafir në ATV, ju uroj sukses në këtë nismë mediatike që keni ndërmarrë. Ju faleminderit shumë. Zotri Sejdiu, Albin Kurti ka udhëtuar për në Bruksel për të takuar përfaqësuesit e BE-s atje. Gjithashtu ka paralajmëruar, njoftuar se me 19 maj nuk do të marrë pjesë në takimin e asaj dite. A mund na tregoni ju si analist në bazë të analizës tuaj matematikën e këtij vendimi të zotrit Kurti? Po, besoj që po shohim ndoshta një ndryshim të qasjes që Kosova ka në raport me së pari me vetveten, se si e trajton dhe si e cilëson vetveten, e pastaj edhe në raport me palët e treta, veçanërisht në këtë rast me Bashkimin Evropian edhe me Serbinë. Nuk besoj që është një veprim i keq nga ana e kryeministrit, sidomos duke pas parasysh se si është sjell Kosova në kaluarën dhe si është trajtu më shumë se si objekt, se sa si subjekt i barabartë në këto bisedime. Nëse më lejohet të kthehem mbrapa pak në historinë, kujtohet, më duket ka qenë dikon shtatori i vitit 2010, kur në atë kohë një zyrtare shumë e afërt me kryeministrin e Kosovës në atë kohë dërgohet nga New Yorku në Bruksel për të marrë agjendën e cila veç ishte negociuar dhe biseduar dhe aranzhuar nga atëherë presidenti Tadić me Lady Ashton. Dhe faktikisht Kosova vetëm e dërgoi postierën që ta merr dhe të shehë se çka kanë vendosur Bashkimi Evropian dhe Serbia lidhur me bisedimet. Kështu që unë po shpresoj edhe besoj kjo është edhe qasja tash e kryeministrit që të respektoj vendin e vet, të respektoj vetveten, dhe të çojë mesazh të qartë se nëse këto bisedime do të ndodhin mes palëve të barabarta me Bashkimin Evropian si ndërmjetësues. Po, por zotri Sejdiu, a mund të kjo t'i bëj dëm, t'i sjellë dëm Kosovës, kjo mos pjesëmarrja e zotrit Kurti në takimin e paralajmëruar të 19 majit nga ana e Josep Borrell? Me sa e kuptova unë, ai nuk e mohoi do të thotë mundësinë e takimit me zotin Borrell edhe natyrisht edhe me Serbinë si fqiun tonë në veri. Thjesht se është diçka që nuk është diskutuar me atë paraprakisht, nuk është se dëshiron. Po, por a mund t'i sjellë dëm ky vendim i Kurtit? Po përderisa ne jemi të unifikuar brenda Kosovës dhe nuk shfrytëzojmë çështjet e interesatar që të sulmojmë njëri tjetrin, nuk besoj se do të ketë ndonjë dëm. Ne duhet në këto raste të jemi jashtëzakonisht të unifikuar brenda Kosovës dhe jo vetëm brenda Kosovës, por të respektit shqiptar, pavarësisht anë Kosovë, Shqipëri, cilat do territor në Ballkan që ka popullatë shqiptare, e besa edhe diasporën tonë që i kemi anë e mbanë botës që janë të jashtëzakonshëm. Kështu që përderisa ne jemi të unifikuar, nuk besoj që kjo do të sjellë përkundër i tregon edhe Bashkimit Evropian se Kosova tash e tutje do të jetë palë serioze që merr pjesë si palë barabartë në bisedime. Po si duhet të jetë, zotri Sejdiu, atëherë qasja e Kosovës në procesin e dialogut? Dua të them, a ka hapësirë për ekip të unitetit, siç ka ndodhur në të kaluarën? Pra, a duhet të marrë pjesë edhe opozita në dialog? Unë sa e kam kuptuar, ministri Bislimi veç ka ndërmarrë hapa që të krijojë ose të rrethoj veten me atë memorien institucionale, do të thotë ka komunikuar me persona të cilët kanë qenë përgjegjës për këto bisedime ose organizim bisedimeve që hap shumë i mirë. Dhe unë nuk është e domosdoshme që ne të kemi unitet brenda, siç e thash më herët, brenda skenës politike në Kosovë. Dhe jo vetëm brenda skenës politike, por edhe gjithë ata që mund të kontribuojnë në një mënyrë ose tjetër. Dhe rrjedhimisht të kemi një front të përbashkët kashi palëve të treta, edhe Bashkimit Evropian si ndërmjetësues, po edhe Serbisë si një vend i cili deri më tash ka qenë jashtëzakonisht destruktiv, do të thotë në vazhdimsi ka marrë përsipër obligime në marrëveshje karshi Kosovës dhe nuk ka asnjë vullnet nga ana e tyre që t'i zbatojnë ato në terren. Kështu që tash
Unë vërtet mendoj që tash qasja, jo vetëm ky lajmi që kryeministri e dha që nuk do të shkoj vetëm që të marrë informata, por thjesht dëshiron të jetë palë barabartë, është një hap i mirë sepse tash kemi mundësi që si shtet të shkojmë aty edhe ne të kontribuojmë në përcaktimin e agjendës, edhe të shkojmë aty me prioritetet e Kosovës, cilat janë ato sipas përfaqësuesve tanë. Një prej cilave unë besoj dhe shpresoj vërtet që tjetë edhe çështja e personave tonë të pagjetur, të cilës Serbia ose i ka vrarë, ose i ka zhduk në një mënyrë ose tjetër, dhe ajo duhet një farë mënyrë tjetër parakusht që të kemi mundësi që të vazhdojmë tutje dhe diskutohen tema tjera. Zoti Sejdiu, ta diskutojmë tani pak edhe këtë dokumentin, e cili po diskutohet shumë ditëve të fundit, i cili ka dalur, është publikuar në media, këtë non-paper, në lidhje me përmbylljen e dialogut Kosovë-Serbi. Jo vetëm Kosova, por edhe Franca e Gjermania e kanë mohuar autorsinë e këtij dokumenti, po sa mendoni se duhet besuar këtyre dokumenteve, ose sa të vërteta ka në to? Po, nuk besoj se duhet dhënë ndonjë hapësirë që sapo jepet këtyre informatave ose këtyre non-papers. Fatkeqësisht këto ide të këqija ose ide të keqbërëse ose keqdashëse ndaj Kosovës vazhdojnë të qarkullojnë në përçarje të ndryshme dhe natyrisht që ato do të mundohen në vazhdimsi të realizojnë mata të cilat përfundimisht do të ishin shumë të dëmshme për Kosovën, por edhe rajoni në përgjithësi do të ndeste një flakë e cila shumë vështirë se pastaj do të shuhej në rajon. Kështu që nuk besoj që duhet t'ju japet shumë rëndësi, është thjesht një tentativë disa qarqeve të cilat nuk ja dojnë të mirën Kosovës që të riaktualizojnë tema që nuk janë, që një herë për gjithmonë besoj që janë shu. Atëherë, zoti Sejdiu, ju falenderojmë shumë që ishit sot pjesë e Anjes 23 dhe që ndatme një gjitha këto informacione.